Jimmy Kimmel nuk ofroi falje gjatë rikthimit të tij në televizion natës vonë dhe në një monolog emocional kur shfaqi gati për të qartë tha se nuk po përpiqej të bënte shaka për vrasjen e aktivistit konservator Charlie Kirk. Ai gjithashtu bëri homazh vejushës së Kirk. Më shumë se 12 milion njerëz e kishin parë Kimmel pas një pezullimi gati një javor në YouTube deri të mërkurën pasdite. Zakonisht ai merr 1.8 milion shikues çdo natë në televizion, vlerësimet do të publikoheshin më vonë gjatë ditës. Në komentet e tij para publike pas pezullimit, Kimmel nuk hezitoi të bënte shaka për kundërshtarin e tij të shpesh, presidentit Donald Trump, dhe ja atribuoi atij atë që pritet të jetë një bonancë e madhe shikueshmërie. Ai u përpoj, tha Kimmel, ai bëri çmos për të më anulluar, në vend të kësaj detyroi miliona njerëz të shikonin shfaqjen. Kjo pati efekt kundërt, ai mund të duhet publikoj dosje të Epstein për të na shpërqendruar nga kjo tani.